Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio së bashku me të ftuarit e mi, duke ju uruar çdo gjë të mirë dhe të mbar në këtë ditë. Të kesh të ftuar një shkrimtar, do të thotë të ecësh, të shfletosh në librat e tij, në atë çfarë ai I dhuron lexuesve. Të kesh të ftuar në studio shkrimtarin e mirënjohur Xhahid Bushati, do thotë të kesh përpara një bibliotek me libra, të cilën ai ndër vite u adhuron lexuesve. E kur I drejtohesh lexuesit të vogël, ajo mbres, ai stacion I bukur, ajo botë që të hapet përpara, fantazia dhe imagjinata e të vegjëlve merr krah, fluturon, ecën. Nuk di se çfarë të shpreh më parë nga ndjesit kur shfleton librat e shkrimtarit Xhahid Bushati. Së fundmi, ai ka fituar një çmim që është e një konkursi të zhvilluar kohët e fundit nga Qendra Kombëtare e Librit dhe e Leximit, me librin e tij më të fundit, O Truncak Bredharak. Së bashku me mua në këtë mëngjes është shkrimtari Xhahid Bushati. Mirëmëngjes profesor, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes Merita dhe shumë faleminderit. Me gëzon fakti që jeni shumë e kujdesshme dhe vëmendshme për ngjarjet kulturore, aq më shumë që ato vinë si ngjarje në Shkodrën tonë, që unë jam pjesë e këtij realitetit, e këtij qyteti kaq të dashur, dhe them që këtë eveniment të rëndësishëm që do mos më gëzon, duhet ta ndaj me bashkëqytetarët e mi, aq më shumë pasaj me fëmijët, adresës që I drejtohet edhe ky libër. Urime për gëzimet më të mira në ecurinë e librit. Natyrisht është diçka e bukur që të gëzon ju si shkrimtar, por edhe të gjithë ata që do ta marrin në dorë librin. Patjetër që po, Merita, edhe për informacion edhe të dëgjuesve, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, e cila ka një jetë prej 3 vitesh, bën konkurse të ndryshme, në mes të tyre edhe konkursin e letërsisë për fëmijë. Po. Mi u thanë të drejtën, vjet konkurova me librin poezi që kena bën bashkë edhe Aroma e Pyllit, dhe prioriteti është me shtëpi botuese. Përgjithsisht shtëpia botuese që ishte shkodrane nuk që shumë aktive në këtë aspekt dhe unë nuk fitova. Pavarësisht se unë me financimin tim e botova librin, sepse ishte libri I radhës që unë doja ta botoja. Ndërsa si vjet, po them unë rrova taktik. Ju drejtova një shtëpi botuese në Tiranë, Mediaprint, I paraqita librin dhe I thaç, a keni interes për këtë libër, dua të konkuroj. Duke lobuar ju. Ajo e pa dhe pranoj. Dhe une dërgova, është një libër Merita që ka më shumë se 3 vjet e gjysmë që punoj, dhe ka një tipologji të veçantë që nuk e ka letërsia për fëmijë, dhe është një risi në rrugtimin e saj. Ky libër është ndërtuar sipas motiveve të poetëve botëror. Pra, janë marrë motivet, detyrimisht, dhe pastaj janë ndërtuar me mjetet e shprehjesime, duke ruajtur frymen e tyre. Si lindi kjo ide që pikërisht të merrni frymëzimin nga këto motiva? Ishte një periudhë kohe që lexoja jashtëzakonisht shumë libra me poet botnor, po klasik, me fjalë që I kanë shkruar për fëmijë? Jo, për të rritur. Për të rritur. Për të rritur. Pra kanë të bëjnë me fabula universale mbase? Po atjetër, edhe me mesazhe universale që është shumë rëndësishme. Dhe me thënë drejtën u mahnita nga magjia e poezisë të tyre. Dhe si mu shfaq pa pritur, si puna ati ylli që shfaqet në qiellin e pritjes.
Dhe sikur thash, dhe del nga dalë, zgjodha ato që ishin të mundshme dhe ishin, si më thënë, edhe të asimilueshme për fëmijët. Dhe kështu mendova që në perceptimin e moshës së tyre, pra është një moshë afërsisht 9 vjeç ose 9 plus, dhe përfundova më në fund librin, e dërguam, dhe mund të them kaq. Në juri ishin 3 gra. Ishte kryetare e jurijet Adelina Mamaçi, ishte Diana Çuli dhe një grup tjetër ishte drejtore që nuk e maj me emrin, drejtore e një biblioteke private në Tiranë. Po. Dhe më interesantja ishte, sepse si që mora informacion brapa, kjo drejtoria ka marrë pjesë vetëm në mbledhjen e fundit, sepse ata kanë bërë disa mbledhje për të skualifiku materialet, kanë 16 materiale. Dhe kur ka ardhur ajo, e kanë pyet këto dy shkrimtarët, çfarë mendimi keni? I ka thënë, unë veçoj 2 libra. Librin e Xhahit Bushatit dhe librin e një prozatores që jeton në Itali, një Eleni Birçaj, sepse janë dhënë 2 çmime. Njëna në poezi dhe tjetra në prozë. Dhe ato i kanë thënë që edhe ne, dhe kështu kanë qenë unison. Dhe më lejonin në këtë bashkë, në përshëndetjen që bëra, në mes të tjerave, thaç dhe 2 gjëra. Kush ndihmon letërsinë për fëmijë dhe shkrimtarët e letërsisë për fëmijë kanë bekimet e Zotit. Dhe e dyta, kush ndihmon letërsinë shqipe për fëmijë, ndihmon ardhmërinë e kësaj letërsie dhe të këtij vendi. Dhe ja ku e keni çmimin, sa gjë e bukur. Besoj se do zoj vend me po atje trofeve të tjera. Po, është vërtet. Atëherë le ta lexojmë sepse është vërtet një trofe interesant dhe shumë i bukur. Jepet shkrimtarit Xhahit Bushati, fitues i fondit të krijimtarisë letrare për fëmijë. Pra fondi i krijimtarisë letrare për fëmijë është vërtet një dedikim ose një çmim që qëndron në fondin e letërsisë për fëmijë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, apo jo? Po, tjetër. Egzofshi. Faleminderit shumë. Ka edhe certifikaten e cila ka edhe motivacionin. E cila motivohet shumë bukur. Ndoshta unë e kisha menduar, por ja që kam pak a shumë në të keni qenë të një mendimi sepse ju e nisni nëpërmjet emisioneve edhe pikërisht letërsinë për fëmijë dhe botën e fëmijëve. Edhe njëkohësisht kam qenë mirë se ardhur këtu disa herë, kështu që më ke vizatuar si portret. Pra fitues i fondit të letërsisë për fëmijë shkrimtari Xhahit Bushati me vëllimin poetik Otromcak Bredharak. Me motivacionin, poezit kanë konceptim të mirëfillt poetik fëminor, shprehur me vargje të rrjedhshme dhe figuracion të pasur. Ata ushqejnë ndjenjen e së bukurës, të së mirës dhe njerëzores në edukimin e lexuesve të vegjël. Sa shumë nevojë kemi për të tilla gjëra për fëmijët. Është e vërtet, realisht Merita, letërsia për fëmijë po jeton ditët e saj, letërsia shqipe po jeton ditë vështira. Dhe veçanërisht poezia është tepër e vagullt, pra nuk po hin forca krijuese. Do të them edhe një veçori atë ditën e takimit, me të thënë drejtën, njeva një kënaqësi të veçantë, sepse për mu foli shkrimtarja Diana Çuli, e cila ishte takimi i parë me te. Ajo e njifte siç duket krijimtarinë time dhe me të thënë drejtën foli aq bukur, aq dritshëm. Për vlerat e mia se nuk po duhet të livdoj, po flas një moment real, sa e njeva veten, që kemi pres vërtet të shkrimtarë. Po patjetër. Ju keni një ecuri shumë të gjatë, unë mendoj të ndalemi gjatë bisedës, por ndërkohë do të kisha shumë interes që të drejtoheshim poezive tuaja, sepse vetë
motivimi nga shkrimtarë të mëdhenj dhe sjelljes në kohë dhe në përshtatje me moshën fëmijërore, më pëlqen dhe moshat të cilës e keni specifikuar, një moshë e cila ka filluar tashmë të ecë në rrugën e dijes, nuk është në çapat e parë dhe në konceptimin e mjaft gjërave rreth botës së tyre. Me lejo merita që të bëj një imazh të tematikës që ka libri. Po. Në të gjitha poezit perceptohet nërthojza shëtit koncepti i lirisë. Dhe kjo është nëpërmjet një zogu në fluturimit e tij qiellore. Ky është elementi i parë që përshkruan pothuajse gjithë poezinë. Personazhi. Personazhi, figura e zogut metet një figurë e dashur edhe në libra të tjerë, po këtu ka ardhur me një dimension tjetër. Njëkohësisht është figura e nënës, që është krijuar në marrëdhënien me fëmijën e vogël, që duket që është perceptuar në një moment të tillë që edhe në ëndër kur është nana, nuk e largon fjalën bir nga goja e saj. Momenti tjetër që zëvend si kapitull është dhe kopshti i shtëpisë me të gjitha ngjyrat, pemet, folezat, barin, gjelbrimin. Pra është një copë zgjete. Moment tjetër në libër është dhe deti me valet e tij, është pylli me gjithë bukuritë dhe mist dhe banorët e tij. Janë edhe ca figura të tjera që ashtu si zogu, që është themelor, por ka edhe të tjera që shëtisin, siç janë hëna, era, ylli, shiu, gjethja, xizëlloja, bora, e tjerë e tjerë. Pra, secila nga këto figura man magjin dhe fëmia neshet me bukuritë e saj. Njëkohësisht në kulmin e vëllimit tim është një mesazh krahas mesazheve të tjera që janë shumë të rëndësishme. Toka duhet puthur. Toka nuk duhet braktisur. Është dhënë perceptuar për fëmijë. Dhe lejo edhe dy gjëra, një vend të rëndësishëm ze dhe stina pranverës, me dëshira dhe ëndra të fëmijëve, poezia lodërtare që është që në prezantim o Trumcak Bradharak, dhe mbyllet merita me gjuhën e qiellit. Pse është e rëndësishme gjuha e qiellit? Janë dhënë pra imazhe të tilla gjithnjë të perceptueshme për fëmijët dhe më duket që ato vlera të poetëve botëror, motive që ka marrë unë, them që ka pasur rezultat të mirë pikërisht në këtë libër që sipas mendimit të jurisë jam vlerësuar me çmimin e parë. Në fakt, kur po vija për në radio dhe takova një miken time, dhe thash nxitoj sepse sot kam shkrimtarin Xhahid Bushati, ajo që është gjyshe, më pyeti e interesuar, e ka librin? E ka librin të votum? Kështu që pjesa më e kujdesshme prindërve, edukatorëve, mësuesve, gjithmonë janë të interesuar për letërsinë e mirë. Dhe mund të them edhe një veçori kështu të fshehtat e librit. Unë sapo kam përfunduar kontratën me shtëpinë botuese. Libri do të jetë me ngjyra dhe i është propozuar një piktore shumë të talentuar, Ledia Konstantinit, për të bërë ilustrimet e librit. Po flasim gjerë tani. Presojmë të kenë ecurinë dhe suksesin e librave të tjerë. Ndërkohë me shumë interes, le t'i drejtohemi një prej poezive, ose dy, si të kemë. Po, dy poezi kam dëshirë. Poezi, po. Megjithëse nuk di me recetu bukur, po jo, gjithsesi, gjithmonë janë shumë. Poezia parë titullohet Ishte natë. Ishte natë kur dritaren hapi dora e vockële një fëmije, i buzëqeshur me shumë ëndra,
edhe në zemër dritë dashurie. Ja fali hënës, yllit një vese, pyllit të madh të vocklës qerdhe, një pikë shiu qellit të natës, një lepurushi si për gëdhelje. Ja fali gjethës që fërfërinte, një rëkeze që gjumë nuk kishte, ketrit i riqit plët migjve të tjerë, një voglush falte pranverë. Kjo ishte... është një botë, është një botë që e rrethon fëmijët. Nërsa poezia dytë është Dora e rojtarit. Gjethja e një peme dridhet e mërdhin. Ah, po ky acari ja fshehu shtëpin. Ku të shkoj, tha gjethja, qante gjithë trishtim, muzgu i shiftoft, në gjante si piklim. Dridhej gjethja dridhej e qante në heshtje. E vockla kërkonte të gjelbrën busqeshje. Dhe pse musk po ahyje dhe acari ftoft, Dora e rojtarit gjethën majtin ngroht. Shumë dashuri. Pikërisht, Shumë dashuri të cilën duhet ta ushqejmë. Kjo reflekton në të gjitha poezitë, pikërisht e rrethon kjo magji dashurie, çdo lloj poezie dhe e çfaqon, thash, në një imazh të ri që mendoj që e pasuron edhe fytyrën e poezisë shqiptare, veçanërisht kohët e fundit. Profesor, jeni ndjerë në garë gjatë pjesëmarrjes së këtij konkursi? Me të thënë drejtën, po. Sepse që ta them sinqerisht, unë vi nga periferia letrare. Dhe pak... Këtu do t'ju kundërshtoja. Sepse në të vërtetë mua në konceptimin tim më dukeni si ai udhëtari që ndoshta jeni drejt një rrugë akoma më të gjatë, po që vini nga një rrugë e gjatë dhe jeni pasuesi shkrimtarëve të mirënjohur për fëmijë, por tani nuk them se keni mbet vetëm, por nuk keni shumë po, është vërtet, si thashë, pavarësisht se unë e pranoj edhe kundërshtimin tënd, alternativen, unë vi nga periferia, por ma ka një diçka. Jam një krijues që s'pako tentoj të jem shumë serios me letërsinë që bëj dhe veçanërisht me poezinë, të kem një raport të sinqert me lexuesin, nuk e gënjej dot, i kam dhënë fjalën që maksimalisht brenda mundësive të mia, aq sa kam talent, unë ati të dhuroj letërsi të bukur, jo vetëm për sot, po edhe për nesër. Dhe kam dëshirë që në fondin e letërsisë shqiptare, dhe veçanërisht tani që po flasim për poezinë, le të kemi një gur të vogël, sa do shtrisë ai gur, do ta shohim koha, lexuesi, kritika. Janë bërë shumë relike të tilla, profesor, sepse ju keni një ecuri që në hershmërinë tuaj dhe mbi 40 libra nuk janë pak, apo jo? Si keni bashkëpunuar pikërisht me krijimtarinë tuaj? Ju natyrisht i drejtoni më së shumti letërsisë për fëmijë, por jo vetëm, sepse keni edhe libra të tjerë, studime, libra që i drejtohen figurave, por letërsia për fëmijë mbetet një ëndër e bukur, edhe stacioni bukur ashtu siç e thatë ju, dhe unë do të vazhdoj dhe formatimi im do të jetë tek letërsia për fëmijë. Gjithsesi, Merita, po zbuloj këtu, edhe diçka tjetër, kam dhe një ide tjetër, të kem edhe një libër me poezi, të cilën kam filluar ta skicoj, do t'jenë poezi të krijuara tani autoriale, pra të, domethënë, një imazh tjetër. Ndërsa, nëse do kem jetë dhe kohë, edhe një vëllim tjetër të kësaj natyre, unë do ta bëj. Pastaj rruga, kohat, papriturat. Paralelisht me shumë libra? Po, është vërtet. Dhe kam filluar, pastaj në këtë bashkë, që kam filluar nga pak, të skicoj edhe pjesën e dytë të librit për teatr. Sepse janë edhe aktorë të tjerë që kanë mbetur pa hyrë në libër, dhe mendoj që
autorët e tjerë, dhe më thënë aktorët e tjerë, do t'jenë aktor të këtij libri, mbrana asaj natyre, atij koncepti dhe atij formatit dhe asaj, që më thënë numër faqe që do të ketë. Me sa po shoh në studion tuaj të punës ka shumë stacione. Shumë stacione, po ashtu vërtet. Pothuajse të njëhershme, ku ndalen, por kur besoj se keni një vend ku keni gjithë krijimtarinë tuaj, krahas librave të shumtë, sepse ju keni një bibliotekë mbreslënse. Por kur hidhni vështrimin tek krijimtaria juaj, besoj se ju kujtohen edhe shumë sfida, shumë trofe, shumë gëzime që ju... Edhe hidhërime. Edhe hidhërime. Ne përmendim gjithmonë të mirat, por anën tjetër duhet ta njohim. Me lejo, Merita, nuk pas ka gjë më të bukur kur unë mëngjes hin studion time dhe jam përballë rafteve me libra, bisedoj heshturazi me shkrimtarët që kanë dhënë kontribute. Dhe përgjithsisht nalem të ato që i kanë pasur dhe miqe shok që i kanë ruar jetë, edhe pastaj vjen edhe ai rafti i vogël i librave të mi. Besoj se është shumë i vogël, po gjithsesi ky fond që ju keni krijuar me librin, patjetër që ka historitë e tij, ka kulme, ka sfida. Patjetër, këta janë bashkëkohëtare. Dhe unë do të thoja, Merita, që është detyrë e mësuesit, e drejtorisë arsimore, që e Ministrisë së Arsimit, që të krijohet fëmijëve ideja e librit të moshës së tyre, që edhe ato pak ma pak të formojnë bibliotekën e tyre, me autor shqiptar, me autor të huaj, me preferenca, tu tash është dora dhe familjes, e cila duhet ketë një përkujdesje. Është shumë e rëndësishme elementi kulturor. Nuk mund të ecësh. Nuk është gjithçka pasuria dhe leku. Është diçka shumë serioze madje. Sfida do të kesh te kultura, do të kesh te leku. Është shumë e rëndësishme. Pra, çdo kush që nesër ai fëmijë do të rritet dhe do ketë një vend punët, elementi i parë do të jetë sa i diturie, sa i mençurje, sa i aftje, por kjo aftësi dhe sa i zoti je, sepse do kesh konkurrencën, do ta kesh në pikpamje të aftësive të diturisë. Dhe unë do të shtoja se një nga periudhat më të rëndësishme të jetës së njeriut është fëmiria. Ai që investon në fëmijëri patjetër që lë një gjurmë të jashtëzakonshme, të pashlyeshme. Në periudha të mëdhonshme shumë gjëra dhe mund të harrohen, mund të sistemohen në mënyrë të ndryshme, kurse fëmijëria mbetet. Është ai trungu që gjithmonë forcohet akoma më shumë, por duke qëndruar aty tek ajo prurje e mrekullueshme shpirtërore që të ushqen në personalitetin edhe që në moshë të hershme. Ne kemi një problem, sepse ende i kemi borç moshës së fëmijëve, fëmijërisë së tij, nuk mund të konceptohet një fëmijë pa libra, sepse në rritjen e tij do të ketë probleme shumë të rëndësishme, do të ketë defekte të mëdha kulturore. E keni vënë re, ka fëmijë që zinë edhe me fol, sepse duhet injektuar familja, brenda mundësive, para ma thelbësore është mësuesi, është shkolla. Pastaj është mjedisi, nuk mund të kuptohet një fëmijë pa lodra, pa moshën e vet, pa ëndra të tjera, por edhe me libri. Është shumë e rëndësishme libri. Unë e vë dorës së parë librin. Jo qëllim me vetvete, po si pjesë integrale e formimit të fëmijëve. Është shumë e rëndësishme. Sa të interesuar janë pikrisht njerëzit që lidhen me këtë moshë. Këtu hyn patjetër prindrit në radhë të parë. Hyn shkolla, mësueset e parashkollorës, por edhe të shkollës, instancat e tjera që lidhen me këtë moshë. Si shihni interesimin e tyre? Gjithsesi do thosha këtë.
spakut dhe nga përvoja dhe nga kontaktet e mia, edhe një jetë tanë me këte letërsi, krahas idealitetit të shumë mësuesve apo mësueseve, të thoshe që kemi defekte shumë. Defekte që nuk po i riparojmë dot. Dhe duhet të vëmë gishtin në të gjitha drejtime, edhe shkolla, edhe drejtoria arsimore, edhe ministria, qofte e arsimit që ka për detyrë, gjithsesi mora vesh që ministria ka kriju një bord për seleksionimin e veprave që do të jenë leximi detyrueshëm në shkolla, por do të shohim sa do të funksionojnë, sepse kemi edhe një problem tjetër, Merita, që e shoh unë si defekt. Aktualisht është tjetër Tirana dhe është tjetër rrethet. Nuk qarkullon libri. Unë për veti personalisht librat i blej në Tiranë. Sepse për hir të punës unë do të kontaktoj edhe me autorë të tjerë se duhet njoh edhe rrugtimin e tyre, do të mësoj nga letërsia e tyre ashtu siç do të mësojnë edhe nga letërsia ime. Dhe e dyta, fal librarit Arjan Goga që her mas here tjetër, që her pas here i jep porosi që njek nga televizionit se çfarë librash prezantohen e tjerat, por ka edhe tjerë libra që botohen që ndoshta janë edhe të mirë dhe janë të mirë dhe ikin pa një. Pastaj këtu del një problem tjetër që ne s'kemi kritik letrare. Realisht, gazetat, periodiket të përditshme nuk lajnë hapësira për këte dritare që janë shumë rëndësishme, ku duhet të pasqyrohen vlerat dhe duhet jepet informacion për librat e ri. Ata gjenë vend për tjerat e tjerat. Ajo që më bën përshtypje çdo ditë kur shpletoj shtypin, ka të gjitha llojet. Po. Edhe nganjëherë lajme që ta trishtojnë zemrën, lajme që të bëjnë të ndjehesh askund në një botë, jepi emrin çfarë të duash, dhe nuk gjen atë dritare të bukur shpirti që ka aq shumë rëndësi për ne, që ushqen me mirësi njerëzit, ditën, fëmijët, që pasqyron atë përpjekje të njerëzve të ndershëm që duhet dhe ekzistojnë përreth nesh. Sepse a ditë që fole unë në fjalën përshëndetëse time në qendrën kombëtare, unë me thënë drejtën prisja që të vinte edhe Ministria e Kulturës, se nuk erdhi. Gjithsesi unë ju drejtova drejtoreshës zonjës Alda Bardhyli dhe i thash, ju lutem, krahas këtyre çmimeve të letërsisë për fëmijë, jepni dhe mendoni një çmim për kritikën dhe studimet letrare të letërsisë për fëmijë. Me arsye që letërsia shqipe të njihet, dhe e dyta, nesër të mendohet dhe për historinë e letërsisë shqipe për fëmijë, që duhet jetë dokumenti dhe fondi themelor, dhe kur flasim për historinë e letërsisë, flasim që do të jetë në bashkëlidhje edhe me vlerat që prodhojnë autorët nga Kosova, autorët nga Maqedonia dhe pastaj autorët që janë në përbotë, që duhet njihen, pra duhet ketë një database të madh të autorëve që shkruajnë. Në fakt është rëndësishme që përveç kësaj ane që duhet jetë themelore dhe që i dhurohet fëmijëve dhe letërsisë, edhe nismat të cilat shpeshherë merren nga ministria, nga instancat e larta, të mos lihen rrugës. Njëherë thohet e premtja leximit dhe një javë ose dy ndiqet dhe pastaj harrohet. Mirë po, të gjitha këto nxisin një stacion të dashur, të bukur, interesant, që mbahet mend, që të shtyn ta shfletosh librin, ta marrësh, ti marrësh erë. Të gjitha këto janë ndjesitë dhe perceptimet që fëmia ka dhe që dëshiron ta ketë atë personazh aty, ndoshta edhe kur i lexon i rikthehet. Kjo është dashuri. Dhe nëse nuk ja vë si ushqimin në pjatë fëmijës, ai ndoshta edhe anashkalon sepse fëmijë është. Dhe nëse i servir shumë lojra, maramendse, pushime fantastike etj, dakor,
kjo është një pjesë, po duhet të jetë edhe ajo që gjeneron diçka të bukur, shpirti që e vën të fantazoj, të imagjinoj shumë gjëra të bukura, t'i prek me ëndrat e veta. Kjo është ushqim i veçantë. Unë jam dakord me ju, Merita, me arsëtimet tuaja. Është vërtet që shumë nisma janë lanë dhe lënë në gjysë të rrugës, sepse Unë më kam shumë ndjekur disa, ka mësues shumë të përkushtuar, të unë mrekullueshëm. ndjeku me shumë konsekuencë dhe vëmendje, do të them vetëm kaq, një pjesë janë reklama, dhe ato reklamat janë të rrënjshme dhe të janë shumë dëmtuese. Dhe unë mund të them vetëm një gjë, që ka fëmijë që marrojnë 9 vjeçare dhe nuk e njohin dot takimin me një shkrimtar. Pastaj nuk do them këtë tjetrën që vetë biblioteka krahas vlerave të tjera është mjaft e varfër në pikpamje të prurjeve bashkëkohore të letërsisë shqipe për fëmijë. Ky është problem me vete pastaj, që duhet Ka menuar. shumë probleme. Nuk e di, po në fëmijërinë tonë jemi përkundur nga autor që akoma i mbajnë mend, ju drejtohemi personazheve, janë stamposur, mbeten pika referimi shpeshherë, edhe tani që jemi dhe pastaj ne gjatë bisedës sonë po flasim për një qytet që ka pasur një traditë të shkëlqyer të letërsisë për fëmijë. Në vite ka dhënë shkrimtar që e kanë nërçu, bile kanë qenë që në formimin e letërsisë shqipe, si Tofik Gjyli, Arif Gjyli, e me radhë, pastaj Frederik Reshpia, Lej Destaku, Adil Zeka, e me radhë, në kanë figura shumë të ndryshme, edhe meten figura të ndryshme. Vetë fëmia kur takohet me një shkrimtar, duket sikur takohet me një magji se çfarë bën ky shkrimtar, si ndërton ato ngjarje, si vë personazhet, si pra të duket sikur një fëmijë mund të jetë pjesëmarrës ose shoku i vet në një histori apo në një tjetër. Dhe pastaj për ne, kjo është përfshirja. Për ne shkrimtarët e letërsisë për fëmijë, po për çdo shkrimtar, ne nuk mund të jetojmë pa lexues. Bashkëbisedimi duhet të jetë normë. Sepse unë kam nevojë arsyetimin dhe pyetjet e fëmijës. Ju kanë bërë ndoshta vërejtje, sepse absolutisht është shumë bukur, sepse kemi nevojë për të korrigjuar, kemi nevojë për të përmirësuar, sepse vetë letërsia është subjektive. Unë kështu e mendoj, por unë dua të dëgjoj edhe zërin e fëmijës, atë që unë kam personazh, ai që më lexon krijimin tim. Dhe ajo e papritur dhe naivizmi i tij dhe zyrtarësia e tij janë për mua një botë tjetër magjike, pa cilën unë nuk mund të udhtoj. Unë lexuesin e du për kramejet, sepse unë pikërisht atij i besoj veprën. Dhe ai do të ma besojnë mu veprën vetëm duke folur për te. Dhe unë gjithmonë jam i prirur për ta dëgjuar dhe kam shumë dëshirë. Heshtja pasaj është shumë dëmtuese për ne. Gjithsesi, siç e tham edhe në fillim të bisedës, për ju kjo është një ecuri e pandalshme. Punoni paralelisht, unë rreth disa muaj, në muajin shkurt kemi folur për aromën e pyllit. Tani flasim për truncakun bredarak, personazhin tjetër nuk po e zbulojmë sepse do të jetë një surprizë tjetër, ne shpresojmë gjithmonë në suksesin tuaj. Gjithsesi, Meri, unë të falenderoj, por një diçka të premtoj në momentin që dëbotohet libri, kuptoj që dëbotohet Brenda Aktiviti, do të jetë me logon e qendrës kombëtare të librit dhe leximit, pra iPhone, që ka nxjerrë dhe, si më thonë, shpërblimin financiar për enkas për këtë punë, dhe unë do të jem përsëri mysafir, konkretisht do ta shikojmë librin. Së bashku me librin. Dua t'ju falenderoj nga zemra për produktet tuaja, shumë të vlerëshme, për ecurinë tuaj, marr pjesë në atë gëzim që natyrshëm vjen kur vlerësohet një punë, por dua t'ju përgëzoj edhe në emër të fëmijëve, prindërve, mësuesve, edukatorëve të parashkollorëve, mësuesve, sepse janë mësuese që në parashkollor. Edhe dua t'ju falenderoj në emër të tyre, sepse është shumë e rëndësishme që të kemi vepra të tilla, të bukura, brenda botës së fëmijës, me një gjuhë të thjeshtë,
me emocione të drejtë për drejta, me personazhe të prekshme, me gjëra që ata i ndjejnë së brendshmi. Prandaj janë të bukur librat tuaj. Faleminderit. Prandaj dua t'ju uroj gjithmonë suksese. Faleminderit Ju shumë. falenderoj shumë që erdhët në këtë mëngjes shkodran. Për mua që një kënaqësi dhe do të mesin historikun e këtij libri, takimi dhe biseda jonë, pra e ke ba shënimin, pra kodin e parë të këtij libri, ku unë do të kem kujtimet për çdo libër, do të mesin një moment shumë i veçantë dhe mbreslens edhe takimi ynë Ju falenderoj pamas. Ju falenderoj pamas. Jam unë e nderuar që ishit sot pjesë e Mirëmëngjes Shkodër, profesor. Faleminderit Ju shumë. uroj ecuri të mrekullueshme, shëndet e jetë dhe Faleminderit. gjithmonë mbarësi në krijimtarinë tuaj. Je nderuar, Merita, Faleminderit. edhe paçmarrësi në këtë Faleminderit emision shumë. kaq interesant. Faleminderit.